Nga lëvizja për reforma në Partinë Demokratike Shqiptare sot akuzohen se diskriminimi i shqiptarëve vazhdon edhe në sferën e mbrojtjes së shëndetit publik. Qendra për shëndet publik në Tetov është njëra nga 10 qendrat regionale dhe me shërbimet e saj mbulon Tetovën dhe Gostivarin, me 320.000 banor ku 90% janë shqiptar. Detyra e këtij institucioni është të kujdeset për shëndetin e popullatës, duke parandaluar sëmundjet dhe duke promovuar shëndetin përmes ngritjes së vetëdijes, si dhe kujdesin për ajër të pastër dhe për kualitetin e ujit të pijshëm. Ky institucion jo vetëm që nuk kryen detyrën primare për të cilën është formuar, por me dinakrit të pazëshëm bën diskriminim të vrash nacional në përfaqësimin e bashkësive që jetojnë në këtë region, duke aluduar që primare të jetë profesionalizmi ndaj çdo atributi tjetër. Nga burimet të sigurta informuam se qendra për shëndet publik në Tetov përbëhet nga reparti i Gjenës në Tetov, ku ka 14 të punësuar, prej tyre vetëm 2 shqiptar, ndërsa në Gostivar nga 7 asnjë shqiptar. Reparti epidemiologjisë në Tetov nga 8 shqiptar janë 3, ndërsa në Gostivar nga 11 të punësuar vetëm 1 shqiptar. Reparti mikrobiologjisë në Tetov nga 13 të punësuar 2 janë shqiptar, ndërsa në Gostivar nga 9 asnjë shqiptar. Reparti mjekësisë sociale 3 të punësuar në Tetov dhe 2 në Gostivar, e për çudi asnjë shqiptar. Administrata 7 punëtor, prej të cilëve 2 janë shqiptar. Gjithsej 67 të punësuar, prej të cilëve 57 ose 85.7% janë maqedon, 7 ose 10.45 janë shqiptar, 2 turq ose 2.99% dhe 1 rom ose 1.49%. Vlen të theksohet se nëpërmjet listës për transferim në datën 1 tetor të vitit të 2016, pritet të realizohen edhe 2 punësime të nacionalitetit maqedon, që të jetë absurdi edhe më i madh në këto institucione shëndetësore që nga viti i largët i vitit të 2006 nuk është punësuar asnjë shqiptar. Qendra për shëndet publik në Tetov disponon me buxhet prej afër 48 milion denar, ku 53% sigurohen nga fondi i shëndetësisë, ndërsa pjesa tjetër 47 mbulohet nga mjetet që i paguajnë kryesisht firmat me pronar shqiptar, siç janë qumshtoret, restorantet, menzat, ëmbëltorët, pastaj edhe haxhilerët dhe punëtorët që punojnë jashtë shtetit. Nëse hapni një faqen e Qendra për shëndet publik në Tetov, do të vërtetoheni se diskriminimi është evident. Drejtori Vladimir Nikolovski përdor gjuhën maqedone dhe angleze, duke haruar ingrati ku dhe me kënd jeton. Që edhe një dëshmi për politikë shoviniste të partive qeveritare maqedonase dhe mos aftësia e politik bërësve shqiptar në shëndetësi të pozitës dhe opozitës. Ky fenomen duke ndaluar urgjentisht që me automatizëm do të ndalonte edhe migrimin e profesionistëve shqiptar në shëndetësi, teksuan nga lëvizja për reforma Partia Demokratike Shqiptare.